Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Konsumi i fasuleve do t'ju shpëtojë jetën, ja si ta konsumoni. Fasulet janë plot me fibra, proteina dhe lëndë ushqyese thelbësore si acidi folik, kaliumi, zinku dhe magnezi. Fibrat janë thelbësore për zorët tona dhe janë të shëndetshme dhe ofrojnë edhe një tretje më të mirë. Me pak fjalë, për të bërë metabolizmin të funksionojë si duhet. Këto janë përfitimet kryesore që do të marrë organizmi nga konsumi i fasuleve, sipas Health.com. Redukton rrezikun e problemeve të zemrës. Është treguar se një dietë e mbushur me fibër ul rrezikun e sëmundjeve në zemër, diabetit dhe madje edhe goditjeve në tru. Të gjitha sëmundjet që mund të shkurtojnë jetëgjatësinë tonë. Nutricionisti Alex Glover thotë se fibra është një faktor i rëndësishëm në ruajtjen e diversitetit të mikrobiomës së zorëve. Ndihmojnë në humbjen e peshës. Nutricionisti zbulon se fasulet na ngopin më shpejt palë një sasi të madhe të fibrave dhe proteinave, duke na penguar të ham ushqime të ëmbla me kalori të larta më vonë gjatë ditës. Ato forcojnë edhe imunitetin. Një nga shumë mineralet që gjenden te fasulet është zinku, i cili është thelbësor për sistemin imun, sepse ndikon në mënyrën se si qelizat reagojnë ndaj infeksioneve dhe mund të ndihmojnë në mbajtjen në kontroll të inflamacionit. Nutricionistët thonë se nëse nuk keni mjaftueshëm zink, jeni më të prirur që të vuani edhe nga ftohjet. Fasulet janë plot me fibra, proteina dhe lëndë ushqyese thelbësore si acidi folik, kaliumi, zinku dhe magnezi. Fibrat janë thelbësore për zorët dhe janë të shëndetshme, duke i mbajtur ato më të lumtura, duke arritur kështu edhe përfitimet më të mira për organizmin tuaj. Fasulet janë shumë ushqyese, janë të pasur me vitaminën A, B, C dhe E, ndërsa përmbajnë një sër kriprash minerale, potas, hekur, kalcium dhe fosfor. Ngrënia e tyre do të reduktojë praninë e kolesterolit në gjak. Fasulet janë në lloje të ndryshme, të bardha, të kuqe, të mëdha, të vogla, të rrumullakta e të tjera. Fasulet janë shumë ushqyese dhe janë të pasur me vitaminën A, B, C dhe E, ndërsa përmbajnë kripra minerale e të tjera. Të gjitha llojet e fasuleve janë të pasur me fibër, gjë që lehtëson ndjesinë e ngopjes. Fasulet janë të përbëra në masën 60% nga amidoni dhe sheqeri, ndërsa fasulet e njoma janë të përbëra në masën 90% nga uji. Për përmbajtjen proteinike, fasulet mund të krahasohen me mishin. Nëse konsumohen më shpesh rregullisht, ulin nivelin e kolesterolit. Këshillohet që të hahen nga diabetikët pasi mbajnë nën kontroll sheqerin dhe reduktojnë ndjesinë për të prekur nga komplikacionet e të tjera. Përfshirja e fasuleve në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën e trupit, për të ofruar më shumë vlera të shëndetit dhe për të parandaluar kështu komplikacionet. Dhe ekspertët të rendisin vlerat e tij në dobi të organizmit si një zgjidhje mjaft e mirë për shëndetin e përgjithshëm. Në dimër, fasulet janë ndoshta ushqimi më i preferuar i shqiptarëve, por duke ditur vetit të shëruese që na ofrojnë ato, ju do të kuptoni se nuk kemi populli vetëm që i konsumojmë më shpesh. Ato janë të shëndetshme për këto arsye. Janë të pasur me fibra të tretshme. Fibrat e tretshme ndihmojnë të ndjeheni të ngopur pasi ngadalësojnë tretjen e shkallës së urisë deri në momentin që stomaku ndihet bosh. Kjo sjell përfitime në nivelin e sheqerit në gjak duke ndihmuar në kontrollin e peshës. Gjithashtu ato ndihmojnë edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Janë të pasur me element të mirë të proteinës. Zakonisht fasulet janë të pasur me proteinë, të cilat kritikohen për përmbajtjen e lartë të proteinës, por realisht nuk është i vetëm ky evidentim, pasi në 15 gram fasule do të ofroni 25% të nevojës ditore të organizmit për proteina. Ato kanë aftësi të tjera për të përmirësuar edhe shëndetin. Konsumi i fasuleve në mënyrë të rregullt ndihmon në përmirësimin e shëndetit në forma të ndryshme. Ato ndikojnë në kontrollin edhe uljen e rrezikut të diabetit dhe gjithashtu. Fasulet janë të mira në uljen e problemeve të kolesterolit dhe shqetësimeve që lindin prej tij. Zgjidhni fasulet në dietën tuaj. Duke i gatuar ato si duhet, do të merrni nivele të duhura të ushqyesve për trupin. Duke ditur edhe rëndësinë e mineraleve që ato përmbajnë, do të jenë një zgjidhje vërtet efikase për trupin për t'ju mbajtur të ngopur dhe për të evituar kështu konsumin e ushqimeve jo të shëndetshme në dëm të organizmit.
Përfshirja e fasuleve në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer. Të pasura me vlera ushqyese krahas të qenit të pasur me proteinë, fasulet dallojnë për përmbajtjen e elementeve të veçantë si folat, magnez, hekur dhe kalium, që e bëjnë atë një nga zgjidhjet më të mira për shëndetin e njeriut, dhe kështu përfshirja e tyre në dietën e përgjithshme do të jetë një mundësi në rritje e vlerave të trupit. Fasulet kanë përfitime të shumta shëndetësore, janë të mbushur me fibër, proteinë, lëndë ushqyese thelbësore si acidi folik, kaliumi, zinku, madje dhe magnezi. Alex Glover, nutricionist në Hollandën Beret, shpjegon se ushqimi i shëndetshëm sigurisht nuk duhet të jetë i shtrenjtë si fasulet dhe kontribojnë në një jetë më të shëndetshme falë elementeve të dëndur ushqyes, si të cilat janë të volitshme për trupin. Fasulet mund të ndikojnë në të jetoni më gjatë, gjithashtu kanë edhe shumë përfitime të tjera shëndetësore. Ngrënia e një diete të mbushur me fasule, siç është në rastin e tyre, ka treguar se ule rrezikun e problemeve të zemrës, diabetit, madje dhe goditjeve në tru. Të gjitha këto mund të kontribojnë në jetën e gjatë dhe të shëndetshme. Fasulet ndihmojnë edhe për të rënë nga pesha. Alex zbulon se fasulet janë një ushqim shumë i ngopshëm falë sasive të larta të fibrave dhe proteinës, kështu që mund të ndalojnë arritjen e ushqimeve të tepërta me kalori në trupin tuaj. Janë një burim i mirë i proteinave. Një filxhan me fasule përmban 18 gram proteinë. Ndryshe, një nga mineralet e shumta që gjenden te fasulet janë zinku, i cili është i monitoruar si roli kyç në luftën kundër këtyre problemeve dhe mund të jetë një zgjidhje mjaft efektive në dobi të organizmit. Fasulet mund të konsiderohen si një ushqyerje mjaft e shëndetshme. Fasulet janë bishtajore që kanë origjinën nga Lindja e Mesme dhe u prapën shumë shpejt në Indi, në vendet e Mesdheut dhe në Amerikë. Ato janë të verdha dhe kafe dhe përmbajnë mesatarisht elemente siç janë edhe ato ushqyes. Ato konsumohen të zjera ose të skuqura, kanë vlera të larta kalorike dhe janë shumë të pasura me ushqyes. Gjithashtu përmbajnë nivele të larta të proteinës, janë shumë të pasura dhe mund të ofrohen në dietat e vegetarianëve, sepse janë një zëvendësues i shkëlqyer i mishit dhe i peshkut. Fasulet janë të shkëlqyera me proteina dhe hekur. Kalciumi dhe kaliumi të fasulet janë gjithashtu të larta, më shumë se spinaçi dhe lakra. Fasulet përmbajnë përqindje të larta të fosforit, 20 herë më shumë se peshku, i cili është i njohur për sasinë më të lartë të fosforit. Treten lehtë dhe ndihmojnë në problemet e sistemit tretës dhe mund të jenë gjithashtu një zgjidhje mjaft e mirë në dobi të organizmit tuaj. Konsumi i përditshëm i fasuleve të zeza dhe atyre kafe lidhet edhe me ndërlidhjen më të ulët të ashtu quajtur kolesterolit të keq në gjak. Efekte të ngjashme kanë edhe bizelet. Ekspertët kanadez nga spitali në Toronto, në bazë të vëzhgimit të 1037 të anketuarve, kanë llogaritur se konsumi i përditshëm i fasuleve të zjera ose bishtajave të tjera ndërlidhet me përqindjen më pak të kolesterolit të keq në gjak. Pjesëmarrësit të këtij ulëntimi kishin ushqimin e tyre me përmbajtje për 6 javë. Ata konsumuan rreth 3/4 e gotës me fasule. Shumica të anketuarve ishin në moshë të mesme, ndërsa bishtajat ishin më efikase tek meshkujt për sa u përket zvogëlimit të niveleve të kolesterolit. Duke cekur bishtajat se një burim i fibrave, proteinave me prejardhje bimore, vitaminave dhe mineraleve, janë një zgjidhje shumë e mirë e dietës së pasur ushqyese. Proteina dhe fibrat kalojnë përmes traktit digjestiv më ngadalë se ushqimet e tjera me sheqer. Rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak dhe i bëjnë mirë zemrës. Fasulet e zeza duhet i ruani në një enë të mbyllur në ambiente të freskëta dhe të errta. Që të gatuhen shpejt, i vendosni në ujë një natë më përpara. Mënyra më e mirë për të gatuar fasulet e zeza është nxjerrja me presion. Janë një burim i mirë i hekurit, përmbajnë nivele të larta të antioksidantëve, citonelt.com. Fasulet e zeza sjellin si një ushqim që ruan freskin dhe energjinë të njeriu, sidomos tek femrat. Fasulet e zeza janë të shëndetshme për grashtaxana dhe për fetusin. Nëse doni të ushqeheni mirë, konsumoni fasulet sidomos gjatë periudhës së dimrit, ku vlerat e tyre do të jenë edhe më të mira dhe më të rëndësishme për organizmin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.